Të pathënat e kësaj jave vim fare në fund të kësaj pjese. Kush u nda përfundimisht? Kush po sjell videoklip të ri? Kush po luan në serialin e Steven Seagal? Pas shumë thashëthemeve për lidhjen e tyre gjatë këtyre viteve, siç duket ka ndikuar edhe në brendësinë e lidhjes së fuqishme që ata kishin. Shpatka Sapi dhe Afërdita Dresha janë ndarë përfundimisht këto ditë. Ky lajm u konfirmua për prive nga vetë Shpati, i cili nuk u shpreh i gatshëm për momentin të komentojë më shumë rreth kësaj çështje, por pohoi se ai dhe modeli Afërdita nuk janë më bashkë. Ndoshta incidenti i fundit që ndodhi me Afërditën, i cili shkaktoi trazira të mëdha, ndikoi edhe në ta dhe këtë herë përfundimisht i dha në fund kësaj lidhje shumë vjeçare së bashku. Modelja shqiptare, e cila po bën bujë në fushën e modës Anën Ban Botos, së fundmi ka pozuar për linjën e rrobave të banjës Mariana G. Edhe pse nuk ka shumë kohë që Misja ka sjellur në jetë një djalë, format trupore të saj janë kthyer në formën e mëparshme, e ndoshta edhe më seksi. Mise Beqiri është bërë sensacion në fushën e modës për firmat italiane, ku është edhe pjesë e shumë kompanive të mëdha atje. Reperi kosovar Tejstu pas klipit Na Jena, i cili pati një sukses të madh, ka vendosur të sjellë edhe një klip tjetër. Po pritoj, titullohet Kënga e re, e cila do të xhirohet këto ditë. Si gjithmonë, edhe kjo këngë do të ketë një tematikë mjaft interesante. Veçmi me thonë që kënga është e shkurtë, se pritoj me vazhdu deri në fund, edhe po pritoj tash me kallëzo. Tha Tejstu për prive. Elvana Gjata, e cila jo shumë kohë më parë solli këngën Fake, ka vendosur t'i bëj edhe një remix. Në këtë remix do të marrin pjesë MC Kresha, Lyrical Sun, Flori Mumajesi, Kejos dhe Elvana. Xhirimet e kësaj kënge kanë përfunduar dhe shumë shpejt do të publikohet në treg, ka thënë Elvana për prive. Ajo po ashtu është duke e bërë edhe një këngë tjetër, një bashkëpunim me Kejos, por ende nuk ka filluar të punohet në këtë projekt.